Sot përkujtohet Mihail Grameno, një nga figurat më të rëndësishme të rilindjes kombëtare shqiptare, i cili u nda nga jeta në 5 shkurt të vitit 1931. Grameno mbetet një personalitet i spikatur në historinë e vendit për rolin e tij në luftën për pavarësi, si dhe për veprimtarinë e pasur letrare e publicistike. Kontributi i tij përfshin 2 periudha, përfshin periudhën e fundit të rilindjes dhe periudhën e parë të pavarësisë dhe të krijimit të shtetit shqiptar. Që në moshë të re u larguan drejt Rumanisë. Rumania, sidomos pas shtypjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit, u bë qendra më e rëndësishme kulturore dhe politike e shqiptarëve të asaj kohe. E rëndësishme është që njihet edhe nga të gjithë, sidomos aktivizimi i tij në çetën e Çerçistopullit. Pothuajse Mihail Grameno merr pjesë në të gjitha ngjarjet e rëndësishme të fillim shekullit të 20, duke filluar që nga qenia pjesë e komitetit të fshehtë të manastirit, por ai nuk do t'i mungoj momenteve të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, që është dhe shpallja e pavarësisë. Në Pogradec punoi si drejtori i arsimit, filloi të hapi shkollat, të organizojë jetën kulturore të qytetit Pogradecit, qëndron këtu deri në qershor, fund të qershorit, fillim korrikut, kur rikthehen trupat në greke në Korçë dhe së bashku me të gjitha familjet e nacionalistëve, me mira njerëz u larguan në pamundësi për të qëndruar dhe në Vlorë, sepse filloi dhe lufta e parë botërore, u hodhën në Itali, nga Italia pastaj së bashku me gjithë familjen, ata shkuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë gjithë periudhës së luftës së parë botërore. Krahas angazhimit politik dhe ushtarak, Grameno dha një kontribut të madh në letërsinë shqipe dhe njihet edhe si një nga mbështetësit e zhvillimit të shtypjes shqiptar, ku drejtoi dhe gazetat Lidhja Ortodokse dhe Koha. Në krijimin e kishës autoqefale shqiptare, ai ishte një partizan i vjetër i krijimit të kishës në shtypin e Kohës. Ai ka lënë me 10 shkrime për këtë çështje dhe ishte një krahas i jashtëzakonshëm i Fanolit. Figura e tij mbetet simboli për kushtimin ndaj çështjes kombëtare dhe trashëgimisë kulturore shqiptare.